Kjo rrugë që po e shihni është shtruar vetëm para disa muajve me asfalt, por është prerë nga ana e ndërmarrjes komunale Sharri pasi ka pasur dëme në rrjetin e ujësjellësit. Intervenimet të këtilla ka shpesh, ku pasi hapet asfalti që të punohet nën të, mbetet kështu me muaj të tërë. E ka raste edhe me vite, kur rruga nuk është në pjesën qendrore të qytetit. Për këtë çështje, kryetari i Tetovës Bilal Kasami kërkon që të reagojë inspektorati komunal, pasi të kenë marrë denoncime. Sigurisht që kanë obligim ligjor, nëse ka kështu situata duhet denoncon edhe inspektorati duhet të veprojë. Po nga komuna tregojnë se gjatë vitit 2024 vetëm ndaj një personi ka pasur kallëzim penal për kyçje të jashtëligjshme, ndërsa shtojnë se si ndërmarrje, po ashtu edhe personat fizik apo juridik duhet që rrugën ta kthejnë në gjendje të mëparshme. Për çdo prerje të asfaltit apo ndërhyrje të cilat bëhen në hapësirat publike, fillimisht duhet të ketë leje, si personat fizik ashtu edhe personat juridik. Në bazë të informatave të cilat i kemi, vitin e kaluar është dënuar një person fizik për kyçje ilegale në rrjetin e ujësjellësit. Dhe ndaj tij janë marrë masa. Ndërhyrjet të cilat i bën ndërmarrja Sharri e ujësjellësit është obliguar që menjëherë domethënë ta kthejë në gjendjen e mëparshme ashtu siç ka qenë. Ndërsa për lejet të cilat u jepen personave juridik apo fizik, edhe ata obligohen, domethënë të gjithë të cilët janë me leje, ata obligohen ta kthejnë në gjendjen e mëparshme. Pjesa më e madhe e rrjetit të ujësjellësit në Tetovë është i vjetër mbi 80 vjeç dhe ka shumë defekte.